Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 21, muaji është i 7, viti 2026. E marrë gjithë ditën, jemi pak para mesnatë këtu në Tetov. Ndodhit lidhur me atë se a është ujë i pishëm apo nuk është i pishëm, a ishte i helmuar apo ishte i një variant tjetër, në Gostivar kanë zgjuar vargë vi turli farë dilemash. Por, unë si Mesut Shabani e kam gjikuar rastin e dëmtimit të ujit për pirje, sepse 1200 qytetarë, mos dash zoti. Okej, mirë po, dikush tash dëshiron që të fitoj pojna politikë në këtë. Edhe opozita shqiptare, edhe opozita maqetonase, edhe opozita shqiptare. Do e lëthroj pak vetveten, PN jam. Vërtet jam PN. Dhe, dini pse? Sepse dje, duke lexuar të gjitha të deklarata, disi më shkoi mendja se më kujtua një situatë krejt tjetër. Vërtet, dy situata janë krejt tjera. Tu në Tetov, djegja e modularit, dhe në Koçan 63 veta. Pse dikush, në rastin e Gostivarit, për pojna politik kërkon ndërheqjen e limanit si baraspeshë zgjedhjet e parakohshme dhe zgjedhjet në Brevenic. Presioni për Gostivarin, pazari për Brevenicën. Kjo mbat datë 20, muaji është i 7 viti 2026. Hyni, e keni te telegram.mk. Hyni, pse dikush rastin e Gostivarit për pojna politik kërkon ndërheqjen e limanit si baraspeshë zgjedhjet e parakohshme dhe zgjedhjet në Brevenic. Presioni për Gostivarin, pazari për Brevenicën. Çdo gjë në Maqedoni posaçërisht në politik ka vendimin e vet. Di kthehemi më vonë, pse e them, jo tash do e lexoj atë, po pse e them se jam shumë PN para kredve. Mickovski doli dhe dje tha, kryetari i Gostivarit dhe gjithë të tjerët kanë përgjegjësi morale. Hetimi do të vërtetojë dhe përgjegjësinë ligjore. Toshkovski sot e përsëriti. Okej, veç 3 nga pala shqiptare, drejtorët e dy përgjegjës të ujit komunales në Gostivar, janë prapa grillave. 30 ditë është paracaktuar një parapurgim. Okej. Që të mos ndikojnë atë në mos ndikojnë. Por, pse nuk e bëri këtë edhe për shumë pjesë të tjera në për Maqedoni? Pse nuk e bëri? Mickovski. Kur politika bëhet pazar, edhe atë për Brevenicën tash. Brevenica ditë si monet shkambimi për Gostivar. Këngull vëmëroja që tjep Valbon Limani dërheqë. Këngulja e Mickovskit për përgjegjësi morale të kryetarit të Gostivarit dhe Valdet Limani, sigur nuk lidhet me krahasimet dhe me dërheqjen e kryetarit të Koçanit. Kryetari më i hershëm i Koçanit, Lupçe Paparzov, nga vëmërët dha dërheqje pas zjarrit në diskutim publik dhe është ndër të panderët në këtë rast tragjik. Është krejt diçka tjetër puna e tragjedisë të rinjve në Koçan, 63, krejt diçka tjetër është kjo. Pra këtu ka një hierarki se kush mba përgjegjësi. Por, vëmëra i bie të panit për njeriu e parë, sepse cega mu e majka ta. Në Gostivar, për fatin në fatkeqësi nuk pati viktima. Po, përgjegjësi morale dhe ligjore duhet patjetër të ketë, edhe unë jam për ata. Ama, jo për pazare politike Mickovski, ja? Në politikë rrallë herë rastësit janë krejtësisht rastësi. Kur një partner koalicioni vjet në presion në një komunë dhe paralelisht hapen dilema për kandidaturat në një komunë tjetër, lind pyetja, nëse po zhvillohen pazare politike, apo përdoret presioni nga vëmërët dhe vlenit në Gostivar për zgjedhjet e parakohshme për të fituar lëshimin e Brevenicës. Pra, tash edhe vleni hyn në lojë. Edhe pse nuk ka ende prova publike. Kjo mbetet një hipotezë, sepse dorëheqja e Valdet Limanit që kërkon vëmëroja, atë ka, do të bëhen zgjedhje të tjera. Por koha dhe vendimet e partive do të tregojnë nëse bëhet fjalë për një koincidencë apo për negociata të hershme. Logjika e krahasimit do ishte kjo. Në anën tjetër, nëse në prapaskendë të ekzistonte një kërkesë që vlen të mos insistoj në kandidatin e vet në Brevenicë, atëherë dikush mund ta interpretojë këtë si një lloj kompenzimi politik. Lëshoni Brevenicën, ne do të jemi më fleksibil për Gostivarin. Pra,
Partia politike në pushtet vlen, duhet të ndihmoj ta vazhdoj VMRO të përmëneja pushtetin në Brvenicë, edhe pse nuk ka shansa teorike. Kjo dhe ishte turpi më i madh. Analizme, dhe ishte turpi më i madh i shqiptarëve për ditë herë. Herën e parë thanë miu ka përcen ndër mostaqe. Tash, e shoni Brvenicën edhe të jemi më fleksibil për gostivarë. Si të jenë fleksibil për gostivarë VMRO, kur në gostivar edhe më pak vota ka se sa në Brvenicë nga bloku Maqedonisë. Si ta kuptojnë se Maqedonia Perëndimore u ka ikur nga dora. Sepse për çdo vit vinë duke ushtuar moshë re votuese, ata që mbushin 18 vjet, që është në dobi të shqiptarëve. Në anën tjetër, Mickoski deklaron sekretari i gostivarit dhe të tjerë mbajnë përgjegjësi morale. Okej, në rregull. Ndërsa hetimi do të përcaktojë përgjegjësinë ligjore. Kjo vendos vlenin në një pozitë të vështirë politike në gostivarin dhe Brvenicës. Dhe gjithë ditën e lume, kryeministri thot, nuk përzihem në politikë, në gjithësor, nuk përzihem në politika, nuk përzihem në gjithësor. Të gjitha raportet nga BE-ja vinë për atje me këtë, se ka përzierje. Pse Mickoski deri tash nuk doli njerë të thot, Nikolovski, nuk kemi investuar, ama kur një investim në Maqedoninë Perëndimore. Pse nuk del? Dhe atë që thonë VMRO, pra, unë kam qenë shumë para koha, para të gjithëve, pra, kjo është veç dita e dytë që hecën materialin, edhe që se çfarë thotë VMRO-ja, do pak keq kuptime. Do e lexoj shpejt, pastaj. Atërpërot Valbon Limani, kryetar bashkisë së gostivarit, do thotë se nuk ndjen asnjë përgjegjësi morale për skandalin e ujit. Kandidati Filipës, Ahmeti dhe Taravari, Valbon Limani, tha se nuk ndjen asnjë përgjegjësi morale për skandalin e ujit, në cilin u prek drejt i gjithë qytetit gostivarit. Pra me çfarë fytyre shfaqet ai para bashkëtarëve të tij dhe pa turp, dhe turp thotë se nuk është përgjegjës për gabimet e njerëzve që ka mbruar për të drejtuar ndërmarrjet komunale. Se ka dashur ajo motra, ka dashur ata didhjen, mirë po bëhet PR i fortë, janë e kurdum shqiptarët i burgosit. Se nuk burgosi gjitha ndihme për Maqedoninë lindore? Kusht Kovacevska i Rekbitovës. Ishin nga Valbon Limani, Lupçi Papazov nga Koshani. Dhe më njërë dorëheqjen nga posti i tij sekretar bashkie pas zjarrit në Pulë, se bashkë me dy paraardhësit e tij ishin para burgim për një objekt privat. Ama atje kanë nënshkruar se nuk ka dënim dhe kërkesë për përgjegjësi nga SDS, BDI dhe Taravari tani. Por çka në sekret jeni në lojë? Çka? Kam një informatë se Valbon Limani nuk ka qenë as me Taravarin, kohët e fundit, as me BDI-n, as me SDS-n, por ka bërë punën se 14 rrugë i ka hapur vetë në përgostivar për të ndërtuar. Se është kur gjë Bilali. Bilali është një kopje SB. Unë nuk kam vendosur që të mos flas për atë që quhet rruga Prizren Tetov, ama për pjesë të tjera. Nuk kam moratorium te Bilal Kasum. Të dëgjojmë se çfarë thotë VMRO-ja. Pra VMRO-ja pret dorëheqje dhe bëj planet për analizë politike. Gjithandaj, kemi vetëm unë i bën edhe lesë më i bën hyni në rrjetet sociale të Maqedonisë. Turli far ofendimesh kundër shqiptarëve. Turli far ofendimesh. Hyni. Dhe nuk merret me këtë policia, nuk merret. Thotë është delikt verbal. Има ли срам Валбон Limani, градоначалникот на Гостивар, кој вели дека не чувствува никаква морална одговорност за скандалот со водата? Кандидатот на Филипчи, Ахмети Таравари, Валбон Limani, вчера вели дека за скандалот со водата, во кој директно беше погоден целиот град Гостивар, не чувствува никаква морална одговорност. Па со кое лице излегува пред неговите сограѓани и без срам и образ вели дека тој не е одговорен за грешките на луѓето кои тој ги има назначено да ги водат општинските предпријатија. За разлика од Валбон Limani, Лјупчо Папазов од Кочани по пожарот во Пулц веднаш поднесе оставка од функцијата градоначалник и заедно со двајца негови претходници беше во притвор за приватен објект. Зошто сега нема осуда и барање на одговорност од страна на СДС, ДУИ и Таравари? Дали мислат дека затоа што е нивен кандидат треба да го штитат? Или пак сметаат дека, како во времето на Филипче, кога за модуларната виновен беше Кавелот, сега треба да биде виновна Умпата? Ги охрабруваме надлежните институции и обвинителството
да не ги штитат блиските на Филипче, Ахмети и Таравари. Одговорност треба да има што поскоро, а морална одговорност и оставка на Валтон Лимани беше најмалку што требаше да се случи. Po, ja pra, e vërtetoj ata që e thash unë këtyre ditëve. Pra, dikush është për ta gjykuar manipulimet që po bëhen kohëve të fundit. Valbon Limani nuk e njoh, vetëm që nuk e njoh. Mirë po, tregojnë se është punëtor i madh. Ai ka konflikt me Taravarin, ka konflikt me Ali Ahmetin, ka konflikt me të gjithë. Njeriu do të vazhdojë jetën e tij si karrierë politike. Dhe tash, i turën sot i pash të Vlenit se si shkonin atje. Se si shkonin. Pse a ishte për aplauz ishte ai që ishte atje Bashkim Hasani me ekipën? Turp t'i vje bashkimit. Jo turp, ai duhet skuqet. S'ka qenë të shohë këtu se si digjeshin njerëzit. Unë kam qenë. Si digjeshin njerëzit në modularën të to. Dhe kërkush s'ma përgjithësi. Kërkush. I quen në përgjithësi, ja si këta 3, atë motrën dhe këta 2 djemët. Quen drejtorin, vend shkoj Zaevin, vend shkoj Ali Ahmetin, vend shkon kreti një bashkë. Vend shkoj, kush thot se pse mos shkonte edhe Mickovska së kohë? Kush thot? Atë që e kërkon tash, pse se kërkohet edhe atëherë? Nuk është e kej, por ne vazhdojmë. Pra, tek kjo të kishte të thothin dardhabisht. Pse VMRO-ja, së bashku me ministrin e sheshët të drejtësisë, nuk ngren të kërkojnë ekstradimin e kryesit nga Hungaria. Lënda Talirdi largohet nga dokumentacioni, duke zvaritur kështu. Ekstradimi i ish-kryeministit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili prej vitesh do të narrativ vazhdon të zvaritet. Ndërsa pas vendimit të gjykatës penale për rrezimin e aktë akuzës në rastin Talirdi, kjo lëndë nuk do të jetë pjesë e dokumentacionit për ekstradim. Ministria e Drejtësisë nuk jep informata konkrete për ekstradimin e tij. A për atë u takua ky ministri sheshet ky mendje madhi me ushtuesin e detyrës ambasadorës amerikane. Se çfarë priti ai se këtë ramën në gjuj, lale, Shasivarin e ka pranuar ambasadori amerikan. Unë do kisha thënë, mos e kishe pranuar më mirë. Të hetojmë, si thot Mickovski, kush është ky? Me kë është ky? Ministria e Drejtësisë nuk tregon nëse dhe kur do të paraqiten kërkesë të reja për ekstradimin e Gruevskit nga Hungaria dhe për përballjen e tij me drejtësinë. Ndërsa ky proces nuk po merr epilog. Gruevski shpëtoi nga ndjekja në rastin Talirdi, pasi gjykata penale e hodhi poshtë akuzë. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se nga tani dokumentacioni nuk do ta përfshirë rastin Talirdi, pasi me vendimin e gjykatës nga tani do të ish-kryeministri Nikola Gruevski është liruar nga ajo lëndë. Ka lëndë me cilën është i dënuar. Pse nuk bëhet kërkesa? Ha? Mickovski, što je rabotova? Ave, Shasivari, çfarë u bë? Ha? Apo duhet marrësh lejen e ABI-s? Çfarë nuk ka? Qeveria ka shpallur gjendje krize 30 dhjetorën e Gostivar. Në mbledhjen 195 të mbajtur sot, qeveria me propozim të komitetit drejtues solli vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit në periudhë të 30 ditësh. Duke pasur parasysh se pushteti lokal nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit, qeveria solli këtë vendim me qëllim të mundësimit të koordinimit më të shpejtë interinstitucional, vënies në funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe si sigurimit të ujit të pishëm në afatin më të shkurtër të mundshëm. Shëndeti i qytetarëve të komunës së Gostivarit është prioriteti i qeverisë dhe jemi të përkushtuar për zgjidhjen e plotë të këtij problemi thonë nga qeveria. Këtë është në rregull. Njëkohësisht qeveria pret që prokuroria publike të zhvillojë hetim të detajuar dhe ta zbardhë plotësisht rastin. Pse qeveria nuk thotë, ok, ti mbajmë zgjedhjet në Brvenic e pastaj. Do kisha lutur Valbor Limanit të mos jep tash dorëheqje. Le të pret pak. Le të dalin të gjitha hulumtimet, le të dalin edhe ata 3 që janë në paraburgim pas 30 ditëve. Pse tash? Që të bëj pazar VMRO-ja, Vleni, BDI-ja, Armen Taravari, e këti ti mbetet pastaj në qafë turpi? Mos u ngut. Për të ndërheqë ato do të detyrojnë, sepse ta kanë ngritur këtë stabilishmentin me polici, me prokurori, me krejt, me opinion. Dhe, vazhdojmë më tej. Bullgaria thoshte kemi mbi 200 e sami, rreth 200 e sami pasaporta
të dhëna nga Bullgaria për shtetas të Maqedonisë, të cilët e ndjejnë vetveten bullgar. Dhe çfarë ka e re? Edhe Greqia ka filluar të ofrojë shtetësi greke për shtetasit të Maqedonisë në regjinë greke. Unë di do të qenë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Në postin e ministrave, ata nëse s'kan pasaport greke, atëherë si i morën gjithë ato prona në Greqi prap? Ambasada greke shpjegon rrjedhën e procedurës. Greqia ka nevojë për ju. Forconi lidhjen tuaj me adeun tuaj, thotë në njoftimin e ambasadës së Greqisë. Vetëm ky Dallkauki e Dirama, i cili një investim nuk është duke bërë në pjesën veriore të shtetit shqiptar, pra Shkodra, mbi Shkodra, Kuksi e kështu me radhë. Një, sepse duhet të pësoj Shqipërinë e Jugut. Merrni në mend, qyteti i Shkodrës, me gjithë ato pasuri, me lumej, me det, me 30 km e ka detin afër, me turizëm malor, me turizëm historik Kalahan e Zafës, nuk është duke dhënë 1 cent e i gjati, sepse do dëmtoj turizmin andaj në ata. Dhe del thot, nuk do japim shqiptarët të Maqedonisë pasaporti, ja majkata. Unë do ngrihem atëherë do vi të protestoj para te, edhe pse kushtetuta në 9 thotë se shteti shqiptar u takon gjithë shqiptarëve. Pra, Bullgaria veç thot, Greqia ka nevojë për ju, forconi lidhjen tuaj me adeun tuaj, thotë në njoftimin ambasadës së Greqisë në Shkup. Greqia ka nisur një fushatë publike që synon qytetarët maqedonash në regjinë greke që mund ta plotësojnë kushtet për marrëdhënien e shtetësisë greke. Greqia ka nevojë për ju, forconi lidhjen tuaj me adeun tuaj, thotë në njoftimin e ambasadës së Greqisë në Shkup për sjell një portal nga Shkupi. Njoftimi tregon se qytetarët mund të gjejnë informacion mbi kushtet e dokumentacionit e kërkuar dhe hapat bazë për të aplikuar për shtetësi greke bazuar në origjinë përmes një prindi ose gjyshi me origjinë greke. E di, bile mos është dorë e djathtë po e majt e Mickovskit. E ta pyet Mickovski, çfarë mori babai i saj në Greqi brenda këtyre 92.000? Dhe pse ndroi mbi emrin? Dhe ne ham bar, nuk i dim bashkëqytetarët tanë? Nuk i dim bashkëqytetarët tanë? Ky i gjatë del dhe thotë, nuk do japim. Jo do japish edhe atë do luj, bile vallën do udhëheqësh ti. Pra unë me keqardhje, shumë keq më erdhi për, po s'është për të gjinisë femrore, unë e kam thënë dhe për përsëris. Politika nuk njeh gjini. Pastaj, nuk është ajo që thotë Bashkimi Evropian baraspesh të gjinive, nuk njeh gjini. Dhe këta, sikur ndjen shumë krenar. Për cilën vetëm video. Po del nga gjykata me pranga në duar, e përcjellur nga efektivët e policisë, drejtoresha e NP komunale Skostivar Artana Hasani i njoftoi familjarët se është mirë. Pasaj dolën 2 të dyshuarit e tjerë, Leon Nuredini dhe Vadedin Dervishi. Edhe familjarët e tyre përpiqeshin t'i komunikojnë, derisa ata po hynin në veturën e policisë. 3 të arrestuarit në hetimin për ndotjen e ujit të pishëm në Kostivar, të dyshuar për vepra të rënda kundër mjedisit dhe natyrës, do të mbahen në paraburgim për 3 vjet. Vendimin e ka marrë gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup, pas kërkesës së prokurorisë themelore publike. Во предлогот има наведено причините поради кои го предлага притворот, поради запретената казна за која им се става натовар на осомничаните, бидејќи се работи за кривично дело за кое е запретена кривична санкција најмалку 4 години, а доколку обвинетите би се пуштиле да се бранат од слобода, постои голема веројатност да се дадат во бегство и да бијат сведоците кои треба да бидат испитани во текот на истражната постапка. Dhe mbajni mend të qofem. Shumë shpejt do i dënojnë për shkak se duhet Valbon Limani të ikë nga posti. Valboni vërtet ka punuar. Tash më shkruajnë disa miq të mi kanë punuar. Unë jam live. Pra, edhe njerë, shumë çka është e kalur. Ama shumë çka është e kalur në Maqedoni. Por çfarë thonë qytetarët?
Rasti me dyshimet për ndotjen e ujit të pijshëm në Gostivar vazhdon të mbetet një nga temat më të diskutuara në qytet, ndërsa hetimet e institucioneve vazhdojnë dhe qytetarët presin përgjigje të qarta, shqetësimi mbetet i pranishëm. Disa banorë thonë se situata nuk duhet të krijojë panik dhe besojnë se problemi do të tejkalohet, ndërsa të tjerët, veçanërisht ata që thonë se kanë pasur probleme shëndetësore pas konsumimit të ujit, shprehen se ende ndihen të pasigurt dhe të frikësuar, duke shpresuar se gjithçka do të kthehet në normalitet. Po normalitetsht. S'ka dënisën keq, nuk u po qameti. Jo, ja, mashallah, ja si jeta. Hiq, as mund të jas as se. Kjo kote kotosh. Kote falin atë gëtë. Hiq që, familja kojshëllarët kretën, Në gjoni çfarë thonë qytetarët, hajde njerëz zotni, bravo. nuk u po qameti. Jo, ja, mashallah, ja si jeta. Hiq, as mund të jas as se. Kjo kote kotosh. Kote falin atë gëtë. Hiq që, familja kojshëllarët kretën, rregull. Po normalisht nuk e përdorim çeshtën, marrin ujë piktim, aha, që shama, nuk ka dërisën qene këto marrin kojshëllarët bimë me ata shishet marrin, dhe ka përcene që mos freget milleti, pse freget milleti? Kote, shtaj. Këtë vend bëhet luft a këtë, e në kjo dhe ka përcene, shtaj. Po situatë e rëndësh momentalisht në Gostivar, për ndryshe situata ende vazhdon të jetë alarmante, por institucionet punojnë në atë drejtim dhe do të shohim se si do të rrjedhin. Ka reaguar të matë punën e vetë. Po në qëse është problemi kjo bashkë aty kjo ujtë. Ne nuk. Edhe ne kemi pjeti ujtë, se qemës. Nuk është se bashkë e mua. Edhe puna aty një është në dim gjone, vetëm se bashkë me njerën është. Si di shka me thonë, në qëse është me vërtet për ujtit është turp, në qëse është virus edhe e bojnë këtë dhe një punë politike. Bravo, pra ja, edhe qytetarët, ky zotnia që ka mbi 80 vjetë, thot të vërtetën, punë politike. Krite kanë të qartë, vetëm mund ka befasuar sot, çfarë lypër në bashkim Hasani atje? Çfarë lypër? Më do ndihmoje? Nuk e di a njihni. Çka nuk ishte? BDSH, BDI, çfarë nuk ishte? Çfarë nuk ishte? Vlen. Është ndër kryesorët e Izetbegjiti. Vërti mush këtu në Tetov. Ka frinera e këthe në Gozafi. Rëna vetë si mafë. Dhe. A dëgjoni se çfarë thonë qytetarët. Kjo është tërpë që pëndodhë. Një mini variant, po pak më ndryshe, asaj që ndodhin në Tetov. Pra 2 vjetë. Pse, pra, për të përballuar gjithë ato që vinë raportet e këqija për Maqedoninë nga Bashkimi Evropian, pra, inshallah jam gabim, por nuk jam gabim. Pse nuk reagon Vleni për atë se Ministri i Shëndetësisë emëruar nga radhët e VMRO, tash edhe ushtrues detyre në Fondin për Sigurimin Shëndetësor është emëruar nga VMRO. Kush të drejtori shqiptar? Vlen. Kush? Perinskine, okej. Kështu të tyre. Kush të Vleni? Ja, ta bëjnë pazare, ta fitojnë Gostivarin dhe ja, kemi fituar 3 qytetet e mëdha shqiptare, Shkupin, Tetovën, Gostivarin. Edhe për në vogël e Brvenicën mere, për jo së ndë e marrën Brvenicën. Ja, unë ku po them se së ndë e marrën. Nuk është okej, por në vazhdojmë më tepra. Çfarë nuk e dëgjosh. Por ajo që më ka vësuar më shumë është deklarata. Vetëm ta shifni Petrushevski, në Telegram, më keni edhe me video. Vetëm që nuk e ha mikrofonin. Deputeti. Nuk është, vërtet është rënqesë kjo që pëndodhë të Maqedoni. Të Shkovskeni nuk dihet kur ujë në Gostivar dhe të sigurt për përdorim. Të thonë asë gjë s'kemi. Edhe pse Lësëdove Amiri pas ka një deklarat tash në mbrëmje. Mickovski po kërkon alternativën dhe Europës si që është Rusia, Kina dhe India. Dhe Irani, mos harroni.
nëpërmes vlenit. Çfarë nuk ka. Okej, kështu do nga dalë për e afrohemi fundit, me keqarët të madhe. Unë vjen shumë keq që ja përvojnë gostivarit, ja po bëhet seriale. Ndërsa, heshtet pse ende nuk ka gjykim në Koçan. Heshtet. Pse nuk ka gjykim, sa ti duhet të shkojnë gjysma e drejtorëve të vëmërë dhe përnes. Ka pasur vërtet sot një stuhi me fuqi uragani në Shkup. Qati, pemë, semafor të rrëzuar, rrugë të bllokuara, 21 të to. Në Shkup është rrëzuar shtiza 60 metrësh e lartë me flamën e Maqedonisë në Shkup. 60 metrësh, që nuk ka zonë. Po ashtu dhe nga komunët e Tovës sot ka pasur një deklaratë e mos dilni vende pa vend. Pse unë nëse kam punë duhet nuk ka thënë kryetari i komunës. Çfarë nuk ka? Çfarë nuk do dëgjosh? Bile Shkup tash doli një vend se erat ishin mbi 100 km/h. Okej. Nësa ministri të sheshet e drejtësisë, merë me punën tënde, sepse puna jote është edhe ajo që e them ka që një javë. Kërko listat e atyre të cilët ka drejtoria e sankcioneve. Listën nga viti 2010 deri në 2025, kush nga Tetova, kush nga Shkupi, kush nga Gostivari, kush nga Kërshova, kush nga Vallandova, kush nga Manastiri, ende nuk i vuajnë dënimet e tyre. Të sankcionet. Është në drejtorinë kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Së bënë hoqë. Dhe, nuk është okej. Vërtet nuk është okej, sepse të kërkosh ndihmë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë pse erdhe në pushtet? Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, shpesh quhet drejtoria e sanksioneve, është organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë. Ai funksionon në këtë ministri dhe drejtohet nga një drejtor. Pra, kompetencat kryesore të saj përfshin administrimin dhe mbikëqyrjen e bugjeve dhe institucioneve korrektuese. Ky tha do i nis të gjitha aferat që BDI-a i ka bërë. Nisi. Krit presim ti nisish. Nisë risheshet. Ekzekutimin e dënimeve burg dhe sanksionet të tjera. Tu është ajo që them unë. Të kërkoj nga drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve listë nga viti 2010 deri në vitin 2026. Kush nuk ka vojtë një ditë burg? Unë jam në një projekt, por nuk e tregoj, është projekt ndërkombëtar dhe kam shumë të dhëna. Kush nuk ka vojtë? Do dalë projekti nga fundi shtator e tetor. Pra, punë kam investigim gazetar, qyret e paguajnë, ne bëjmë, hulumtojmë se kush kur turli faremrash, do shkokohen. Nuk është okej, por unë vazhdojmë atë. Në vend që të merret dhe vlenim atë se ja u ikën të gjitha ministrit, u ikën të gjitha drejtorit, atë kanë ardhur në Gostivar, që bën të dyshosh pse erdhën në Gostivar. Pse erdhën? Se më ke shkopin magjik, si ke ministri i drejtësisë që thoshte shkopin magjik e kam. Ky nuk është okej, por këtu unë ju përshëndes. Dëgjohemi nesër mbrëmë, inshallah nuk do ketë erat e fuqishme që paralajmërohen. Përdorë Angelovi, generali. Ishte në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëmë.